Lagja e re e Zdunjës së Gostivarit, e njohur si Lagja Kurabi, ka mungesë të ujit të pishëm për shumë vite me radhë, sidomos gjatë sezonit të thatë të verës. Banorët i thanë ekipit të televizionit Koha se uji ka vetëm disa herë gjatë natës, edhe atë në sasi të vogël, por gjatë ditës kur nevoja është shumë e madhe nuk ka fare ujë. Të revoltuar me këtë dukuri, banorët thonë se janë ankuar disa herë të organet kompetente, por nuk kanë gjetur zgjidhje dhe kërkesat e tyre kanë hasur në vesh të shurdhër. Ata bëjnë apel që sa më shpejt që të jetë e mundur të merren masa dhe të rregullohet çështja e ujit me që po u përfundon durimi. Këtu kemi problem me ujë shumë. Brenda 3 vitet të fundit kemi shumë kur vjen koha e qershorit, korrikut edhe gushtit. Kemi shumë problem për ujë. Natën vjen dhe një herë, me ndalesë, vjen, ujë s'kemi, shkojmë të vodovodi, dhe rregullojmë thonë, na mos rregullojmë. Njëti problem jetë. Njëti problem, na në komi s'kemi ujë as për pi, as për laj, për as gjo. Mund të shifni edhe qeshma sa redhi, s'ka ujë hiq. A jeni anku të komunë? Jemi anku tonë edhe në komunë, edhe të vodovodi, zmarin masa hiq. Shkojmë aty, thot prit këtu, thot prit a qemë. Kur gjo zmarin masa? Do vrim të nesër, do vrim të mas një jave. Atëherë, prej kur s'keni ju këtu? Se 2 muaj ditë nuk kemi ujë. Po si furnizohi për familjen? Furnizohemi, do të shkojmë larg në mbushim ujë. Larg ka ferma Vravës. Dhe kishim këtu Jallavës, edhe ajo u tha ajo ujë. Edhe do të shkojmë a ferma Vravës, në mbushim me shishe ujë. Që s'ka, se 2 muaj ditë mundohemi me shishe me gjaj. Kush është fajtor për gjithë këtë problem të madh? Fajtor, kryetari i komunës do të zgjedhë këtë problem. Zgjidhje, presim si u boja, si u bo, edhe mësë ndaj mund të pihet, mund të lahet, mund të lahen po, ama me sa, s'ka ujë, kot. Edhe ne kanë hekë ato bakterije, si thoshin këta, tash s'ka ujë, e njëjti problem. Porosiet si më intervenojnë do kush, ne hallin e kemi kështu. Me ungrit të bëjsh të një aso, kot, nuk përgjirë as kush, s'ka, thot, sa si po. Unë ka marrë se një 4 ditë për mergimi. Këtu problemi, kishte edhe vite tjera pak, jo si këtë vit, mos i vjetë pi kur u bon protestat për fshatin dhe bresh, këtu e anulluan ujtin pi muajin e 5 diku, s'ka hiq. As natën, as ditën, edhe në vjen natën shumë pak e hiq. Ka shtëpia si nuk u arrin edhe natën hiq ujti. Tash problemin ku kanë, vetëm për 70 shtëpi nuk ka ujë. Gjithë qyteti furnizohet për 70 shtëpi. A problemi komunal, a problem partijak, se çfarë problemi kanë, se kuptojmë. Unë personalisht nuk kom qonë se kom marrë 3-4 ditë për mergimi, pero e shoh këtu iniciativat zero. Këtu diku kanë lidhur një gyp për të hitën fushën. Kush ja ka dhënë ato autorizim të isë fushën me ujë të pishëm, është pak e pamundur se njerëzit nuk kanë ujë për të lajtë, nuk diskutohet për të pitë se është ndaluar. Pero të kemi ujë për lajtë, për të pastruar, për një tush, për një send. Këtu s'ka as send hiç, nuk funksionon krejt. Që sa kohë s'keni ujë? Po se 2 muaj s'ka hiç, të më mdhanë janë shojnë këtu të na nuk hypen hiç ujë. Të ka të dyjt hiç. Kur vinë gjatë ditës? Ditën nuk vinë hiç, natën vinë ka një 2 natës, 5 minuta e ndalin prapë, s'ka hiç këtu. Po si furnizohi ju me ujë? Shkojmë mbushim Leshnice, Mavrov. Edhe për pije? E për pije, kështu për lajtë. A kështu për të qeshma s'ka hiç. Banorët thonë se mungesa e ujit po avështirëson jetën dhe pjesë më e rëndësishme del të jetë mirëmbajtja e higjienës në këtë muaj të nxehtë të verës, kur temperaturat e arrin kulmin. Të pyetur nga televizioni Koha për këto ankesa të banorëve, nga Komuna e Gostivarit thanë që për këtë problem duhet të drejtohemi tek ndërmarrja komunale ujësjellsi në Gostivar, ndërkaq deri në këtë edicion të lajmeve nuk arritëm që të bijmë në kontakt as me udhëheqësit e ndërmarrjes.